e kuptoj. Do me thënë, pretendojnë që janë të nuar të dyja kompetencat, jo vetëm njëra. Okej. Të dyja. Masa penale masa e sigurimit në procesin penal e pezullimit të ministrit, sipas jush, nuk duhet të vendoset fare ndaj një ministri, apo duhet të vendoset vetëm me autorizim të kuvendit? Duhet të vendoset me autorizim të kuvendit. Ne e kemi sqaruar edhe në kërkesën tonë fillestare, por edhe në atë që kemi depozituar sot, që duhet të jetë për sa kohë kemi cënim të ushtrimit të veprimtarisë së ministrit, i cili është i barazuar në imunitet me deputetin, atëherë patjetër që autorizimi duhet të merret tek organi i përkatës, si e jep njësoj dhe për deputetin. Faleminderit. Pra, ekziston një mundësi që kjo mas të vendoset, nëse kuvendi jep autorizimin. Nëse kuvendi jep autorizimin, kjo mas në gjykimin tonë mund të vendoset. Sipas vlerësimit tuaj apo edhe të kuvendit, cili është qëllimi që kushtetuta ka vendosur kuvendin për të lëshuar autorizim në rastin e deputetit dhe të ministrit? Mund ta përsërisim? Mbron roli i kuvendit, çfarë vlere? Kuvendi mbron funksionimin të drejtën e deputetit për të ushtruar funksionin e tij. Kjo është ajo që mbron kushtetuta, jo kuvendi. Pra kushtetuta ka caktuar që deputeti nuk mund të cënohet në ushtrimin e veprimtarisë së tij dhe ministri nuk mund të ushtrohet në ushtrimin e veprimtarisë së tij si pasojë e barazisë që është bërë në kushtetutë. Atëherë, duke ndjekur linjën logjike që në një situatë ideale, të largohemi pak nga rasti konkret. Në një situatë ideale, prokuroria vjen te kuvendi, kuvendi e jep autorizimin dhe prokuroria vazhdon veprimet e veta. Fakti që kuvendi jep autorizimin, ç'a siguron, ç'a ka siguruar në atë proces? Ajo që ka siguruar kuvendi në këtë rast është parimi që është i shkruar në kushtetutë, që është balancimi i pushteteve ndërmjet pushtetit gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv. Faleminderit. A mendoni ju që në atë rast kuvendi, duke dhënë autorizimin pasi ka studiuar letrat, mbron në një farë mënyrë edhe interesin publik për të garantuar integritetin e hetimeve? Tjetër që po, mbron edhe interesin publik për të garantuar hetimet. Në një situatë ideale që vjen prokuroria e posaçme tek kuvendi dhe kuvendi e jep